Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në dekadën e fundit, sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka qenë në qendër të një prej reformave më të thella institucionale që vendi ka ndërmarrë që nga tranzicioni demokratik, me synimin për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur pavarësinë e institucioneve, por edhe për të rikthyer besimin e qytetarëve. Reforma në drejtësi është prezantuar si një pikë kthese historike. E megjithatë, pas disa vitesh nga zbatimi, realiteti mbetet kompleks dhe shpeshherë kontradiktor. Sa efektive po duket drejtësia e re në Shqipëri? Pas më shumë se 6 vitesh nga nisja e reformës në drejtësi, pyetja që shtrohet sot është e drejtpërdrejtë. Apo funksionon realisht drejtësia e re në Shqipëri, apo mbetet ende një projekt në tranzicion? Institucionet e reja, veçanërisht SPAK, kanë prodhuar disa nga hetimet më të bujshme në historinë e pas 90-s. Zyrtarë të lartë, ish-ministra dhe figurat njohur janë vënë në hetim apo janë arrestuar. Për herë të parë, perceptimi se të paprekshmit mund të përballen me ligjin ka filluar të lëkundet. Megjithatë, kritikën ngren një pyetje të rëndësishme: a janë këto raste të qëndrueshme dhe sistematike apo thjesht goditje selektive? Numri i çështjeve të përfunduara me vendime të formës së prerë mbetet relativisht i ulët krahasuar me pritshmëritë e larta që shoqëruan reformën. Procesi i vettingut ka qenë një nga shtyllat kryesore të reformës dhe padyshim një nga më drastikët në rajon. Shkarkimi i numrit të madh gjyqtarësh dhe prokurorësh ka pastruar sistemin nga element problematik, por kjo ka ardhur me një kosto të dukshme. Sistemi gjyqësor sot përballet me një mungesë të theksuar gjyqtarësh, dosjet janë grumbulluar, proceset zgjasin me vite dhe qytetarët shpesh përballen me vonesa që minojnë vetë idenë e drejtësisë. Në disa nivele, drejtësia e re po jep shenja funksionaliteti më të lartë, sidomos në hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë. Transparenca është rritur dhe disa procese janë më të monitoruara se më parë, por në jetën e përditshme të qytetarëve, ndryshimi nuk është gjithmonë i prekshëm. Çështjet civile, pronësore apo administrative vazhdojnë të zvariten. Për shumë qytetarë, drejtësia mbetet e gadalt dhe burokratike. Sondazhet e perceptimi publik tregojnë një realitet të ndërmjetëm. Nga njëra anë ka më shumë shpresë se më parë, sidomos për shkak të hetimeve ndaj figurave të larta, e nga ana tjetër, skepticizmi nuk është zhdukur. Shumë qytetarë presin rezultate konkrete dhe të qëndrueshme përpara se të besojnë plotësisht se sistemi ka ndryshuar rrënjësisht. A është drejtësia e re vërtet e pavarur? Një nga testet më të mëdha mbetet pavarësia nga politika. Edhe pse strukturat janë ndërtuar për të qenë të pavarura, perceptimi për ndikim politik vijon të ekzistojë. Çdo vendim i bujshëm shpesh shoqërohet me debate mbi motivet dhe balancën e drejtësisë. Drejtësia e re në Shqipëri nuk mund të quhet as dështim dhe as suksesi plot. Ajo është në një fazë ku ka prodhuar rezultate të rëndësishme, por ende nuk ka arritur të krijojë një sistem plotësisht funksional dhe të besueshëm për të gjithë. Efektiviteti i saj është më i dukshëm në nivelet e larta të hetimit, por më pak i ndjeshëm në përditshmërinë e qytetarëve. Nëse reformat vijojnë dhe institucionet forcohen, drejtësia e re ka potencialin të bëhet një nga shtyllat më të forta të shtetit shqiptar, por për momentin ajo mbetet në proces ndërtimi. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Historia e basteve në Shqipëri tregon se ndalimi fort nuk ka garantuar zhdukjen e fenomenit. Rikthimi i tyre në një formë të rregulluar mund të sjellë përfitime ekonomike dhe më shumë kontroll, por vetëm nëse zbatimi është real dhe i pandikuar. Në të kundërt, rreziku është akoma më i madh që Shqipëria të përfundojë edhe në dy tregje paralele, një zyrtar dhe një i padukshëm, ku ky i dyti është edhe më i fortë. Pas mbylljes drastike të basteve sportive në vitin 2019, Shqipëria u shpall si një nga vendet më të ashpra në rajon dhe industrisë së lojrave të fatit. Vendimi u justifikua me luftën kundër kriminalitetit, varësisë dhe pastrimit të parave, por sot disa vite më vonë realiteti duket më i ndërlikuar dhe pyetjet janë rikthyer. A janë rikthyer bastet në Shqipëri dhe në çfarë forme? Ligji i vitit 2019 çoi në mbylljen e mirë pikave fizike të basteve në të gjithë vendin. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë një ndryshim kursi. Qeveria ka sinjalizuar hapjen e një tregu të kontrolluar, kryesisht përmes platformave online dhe operatorëve të licencuar. Zyrtarisht, argumenti është i qartë: më mirë një treg i rregulluar dhe i monitoruar sesa një aktivitet i paligjshëm që lulëzon në hije. Realiteti në teren: bastet nuk u zhdukën kurrë. Burime nga tereni dhe raportime të ndryshme tregojnë se bastet nuk u zhdukën asnjëherë plotësisht. Ato thjesht ndryshuan formë. Nga pika fizike të dukshme, aktiviteti u zhvendos në platforma online të huaja, rrjete informale dhe baste të fshehta, ndërmjetës që operojnë në mënyrë të paligjshme. Kjo situatë krijoi një treg paralel ku mungesa e kontrollit shtetëror rriti rreziqet për pastrim parash dhe abuzim me lojtarët. Përse po kthehen tani?
Sipas analizave ekonomike dhe politike, disa faktorë kanë ndikuar në këtë rikthim. Humbja e të ardhurave fiskale, mbyllja e basteve uli ndjeshëm të ardhurave nga taksat në këtë sektor, dështimi i ndalimit total, praktika tregoi se ndalimi absolut nuk e zhduku fenomenin, presioni për rregullim. Modelet ndërkombëtare sugjerojnë se rregullimi është më efektiv se sa ndalimi, rreziku i vjetër në një formë të re. Edhe pse flitet për një treg të kontrolluar, ekspertët paralajmërojnë se rreziqet mbeten. Varësia ndaj lorave të fatit mund të rritet, sidomos tek të rinjt përmes aksesit online. Kontrolli i vërtet i operatorëve mbetet sfidë në një treg digjital. Rreziku i lidhjeve me krimin e organizuar nuk zhduket lehtësisht. Në opinionin publik ka një ndarje të qartë, disa e shohin rikthimin si një realitet të pashmangshëm që duhet menaxhuar, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si një hap pas që rrezikon të rikthejë problemet sociale të së kaluarës. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Kush e varosi rafinerinë e Ballshit dhe si lidhet kjo me çmimin e naftës sot? Rafineria e naftës në Ballsh nuk është thjesht një histori dështimi industrial, ajo lidhet drejt për drejt me një nga shqetësimet më të mëdha të shqiptarëve sot, çmimi i lartë i naftës, një hall që mungon në zinxhir. Shqipëria është një vend prodhues i naftës bruto, por sot pothuajse nuk ka kapacitete funksionale për ta përpunuar atë brenda vendit. Me mbylljen de facto të rafinerisë së Ballshit, zinxhiri u kaput. Nafta nxirret në Shqipëri, eksportohet si lëndë e parë dhe rikthehet si produkt i përpunuar me çmim më të lartë. Kjo e bën vendin të varur nga importi dhe çmimet ndërkombëtare. Çmimi i naftës, pse mbetet i lartë? Qytetarët shpesh pyesin pse çmimi i karburantit në Shqipëri është ndër më të lartë në rajon. Disa faktorë janë të njohur tashmë: taksat e larta, tregu i vogël dhe konkurenca e kufizuar, luhatjet në bursat ndërkombëtare. Por një faktor që shpesh anashkalohet është mungesa e përpunimit vendas. Nëse rafineria e Ballshit do të ishte funksionale dhe efikase, teorikisht Shqipëria mund të kishte kosto më të ulët për përpunimin, më pak varësi nga importi dhe më shumë kontroll mbi çmimin final. Ekspertët janë të ndarë. A do ta ulte realisht çmimin rifunksionalizimi? Disa argumentojnë se edhe me një rafineri funksionale, çmimet do të ndikonin sërish nga tregu global. Të tjerë theksojnë se do të reduktoheshin kostot logjistike, do të rritej konkurenca në treg dhe do të kishte më shumë transparencë në çmim formim. Pra, ndoshta jo një ulje drastike, por një stabilizim më i madh. Dështimi i rafinerisë nuk është vetëm një problem ekonomik në letër, ai ka pasoja direkte: çmime më të larta për karburantin, kosto më të larta për transportin dhe produktet bazë dhe rritje zinxhir në ekonomi, ushqime, shërbime e të tjerë. Në një kohë ku shumë vende kërkojnë të rrisin sigurinë energjetike, Shqipëria humbi një aset kyç. Në vend që të ndërtonte një industri përpunimi konkurruese, ajo mbeti e varur nga tregjet e jashtme. Historia e rafinerisë së Ballshit nuk përfundon te portat e saj të mbyllura. Ajo vazhdon çdo ditë në pikat e karburantit në të gjithë vendin. Çdo rritje çmimi, çdo luhatje në treg është një kujtesë se mungesa e përpunimit vendas ka një kosto reale. Dhe kjo kosto në fund paguhet nga qytetarët. Nëse rafineria u varos nga vendimet të gabuara dhe munges vizioni, pasojat e saj janë ende gjallë sot dhe ndihen në çdo litër nafte. Në këtë foto, në të majtë paraqitet çmimi aktual i naftës në Maqedoninë e Veriut, 86.50 denar ose rreth 141 lek për litër. Në të djathtë realiteti shqiptar, 214 lek për litër në Shqipëri. Të dyja vendet furnizohen nga porti i Durrësit, ndërkohë që kostot e transportit dhe logjistikës janë më të larta për Maqedoninë e Veriut, një fakt që në një logjik të zakonshme tregu do të duhej të reflektojë në çmime më të larta atje, por ndodhe kundërta. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërhyrë drejt për drejt duke ulur paraprakisht taksat mbi karburantet me 18%, një masë e qarë për të frenuar rritjen e mëtejshme të çmimeve dhe për të mbrojtur konsumatorin. Ndërkohë në Shqipëri tregu lëviz në një trajektore tjetër, sinjalet flasin për një rritje të mundshme deri në 240 lek për litër në ditët në vijim, ndërsa nga ana e qeverisë shqiptare nuk ka ende asnjë masë konkrete parandaluese. Në Maqedoninë e Veriut, taksat vjetore të automjetit, kolaudimi dhe siguracioni në total janë rreth 40% më lirë se në Shqipëri. Shqipëria mund të futet në Europë vetëm nga niveli i taksave të mbledhura dhe jo nga standardet apo investimet e kthyer për qytetarët, një kontrast i pastër mes ndërhyrjes dhe heshtjes. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.